kishën organizuar të një mbrëmje gazmore. Në atë kohë kishte një diskotek shumë e mirë përballë shkollës fillore ku kam mësuar unë në Gostivar, studio 1 e kishte emrin. Ishte për kohën shumë moderne. Edhe ato kishin organizuar një mbrëmje gazmore për studentat e Prishtinës, se veç kishte filluar në Kosovë atje. Protesta, demonstrata. Mirë, po nuk ishin këngëtar të muzikës zbavitse. Edhe në vinë ato mund të shpethët, a me ta do vish të këndojsh muzikë zbavitse. Mund të vithash, unë gjithsej mund të tregoj se sa ka unë këtë dhe nuk isha i përgatitur as si grup, as të lutëm organizoj dhe unë me Armendin, bateristin tim, se i përket grupit Shkëndijat, me atë jemi pra një start. E thiri Armendin me bateri, e thiri Lindin, gitaristin, të albumi i dytë i ka bo pjesën më të madhe të këngëve, është muzicient i mirë, shtash është dentist. Ai me bas gitarë, e unë i kom ra gitarës aty vetë, dhe që aty ja filloj. Edhe kalum shumë mirë, edhe pse si isha i përgatitur para atë kohë, nuk isha repertuar. A më kupton? Edhe që aty filloj kjo punë i organizimit si band mas andej. Normal, e kom pas në atë kohë, e kom pas Gjalina Agjës si gitarist, pa i shkuj ke vike në Gjermani, edhe na dushte dikush ta kemi këtu. Edhe me Armendin, në fillim, diku ma vonë, se vlajnë Armendin Cacin, ajo është eksperti jonë, shumë ma vonë, sa i ka qenë shumë i vogël. Kërë kom pa për spari herë, i ka qenë shkollë fillore, edhe aty, veç ja dha shoku jo ja dha pa gitarë, nuk e disha se normal, stafalarët janë familje. Të lindur, ato më duket kanë lind duke kënduar. Po thash, e di, sa i përket muzikës... Edhe duke i rënë ndonjë instrumenti. Përket muzikës, më përherë thëmë, stafajt janë amblema e janë, edhe nuk ka, s'ka dyshym atë. Edhe kur e pash, edhe pse ishte, mos gaboj ka qenë klasë 7 ose 8 fillore. Edhe unë i thëmë, do vish me mu. Baba ati dhe më besoj shumë i vogël, qërë i vogël më shumë sekret ne din. E di, edhe da ka dalë formume, fillume, asa ne kemi të jenë shumë aktiv.